Ndoket se po vjen fundi i partijës Ramush Haradinaj. Që shikun po rezultatet e fundit tash në KQZ, ka befasu do raste shumë që se kom prit, kom menu që në Gjakov ka me dal belit paktën me dal e para, ka dal e treta, katërta, nuk e di. Në Sarej kom mendu që ka me kanë e dyta ose e para ose e dyta, ka dal e katërta, edhe ka kryetarën e komunës prej AK-s, edhe ka dal e katërta si partia e votume. Tash, prej para 3 jave fiton me 52-3%, 54%, edhe mas 2 jave bjen partia e katërt. Do me thonë nuk po besojnë që ka fajt kryetari komunës, sa ato njerës të kanë votu, po fajt i kanë udhëhes se partijës, që s'kanë besu të AK-ja për me adhon votën. Gabime që ka bon kë, para se me artë të këto zjedhe ka bon do gabime që nuk i falen korë. Aje ka kuptu, për ndo këtë është shumë vënë për me këthy mrapa, se i kalon për dykën e le dykën i kalon me shfrytzu Ramushin, kur ata kanë pas nevoj për dësane që veç kë ka mujt me javë kry. Edhe këse ka kuptu kur lojnë e për dykës e të le dykës, që ata janë të shfrytzu këta, që kë mos me mujt me hy pas 5%, e me shku drejt shurës të akës që ato dyja me met parti opozitare ma të forta. Po pak, ja kanë ba dhe vetë vetës. Në zgjedhjet e fundit, ka pas mundësien me konë dikushi për AK-ja me Ramushin, më pas bo bashkë me Albinin, ku nuk e di qysh mojke me menduaj që Albini është e keqa Kosovës, kur 50% e popullit për votojnë ato. Atëherë ose si me popullin, në që se s'po thamë ti pa tjetër me konë me Albinin, po popullit ka vendosë Albinit me adhonë 50%. Edhe Ramushi ka pas shansën me konë në qeveri, më këthy pak ajo krenaria e tina, e vetëmja mënyrë që në zgjedhjet tjera tashme me shku bëli 7-8%, mundësisht edhe me shku edhe 10%, se mi pas 4-5 ministri të mira me punu që shdohet, na si popull harrojmë shka ka bon para 10 vjetë. Ky kish ecë për para. O tash ka met problemi që në zgjedhjet e ardhshme, o në përveti nuk besoj që ky mundet me ka përcy pragin. Kur qysh nuk ma rok menja që ky mundet me dal, edhe me thonë, valla, pe ka përcej pragin. Ky ka me shku drejt si nisma, 3.5, 3.3%, mundësisht nashta ka mundësi me shku dhe në 4%, po kur qysh nuk ka me mujt me ka përcy 4% në zgjedhjet tjera që kanë me arë mas 4 vjeta, 5 vjeta kur të vinë. E vetëmja mënyrë është kë me pështu, në që se Albini dënë me pështu Ramushin, me marë tash në qeveri. Po kë Albini, që shënjohë më Albini nuk në shëpe, edhe nuk e merë, u bon shka u bon nuk e merë. A mo në menej, vetëmja mënyrë është që Ramushin me pështu për zgjedhjet e ardhshme që me mujt me kalu pragin është me marë Albini me marë në qeveri. Me adhon një 3 ministri ose 4-3 ministri, mas shumë ti 3 se mas shumë s'ka vota, po një 3 ministri, me punu shumë me ato ministri, mës me vjedh, mës me bo dalavere, me ecë që ato ministrit e tina me konë sukseshme, me pas një sukses jashtëzakonshëm, edhe populli prapë fitojnë besimin që kanë pas për para që mu keme shku dhe në 12%, 10%, 7, 8, 9%.
përpara. Në qëse nuk e ban qëtë veprim me hinë qeveri me Albin Kurtin, kë nuk e di qysh ka me mujt me kalu pragun në zgjedhjet e ardhshme. Për që ata po tham, a kjo është drejt shurjes që nuk ka me mujt ma me kalu pragun veç vetë. Po ju garantoj që a kjo së ne kalon më pragin, si Fatmir Lima që s'ka mujt kur ma me kalu, edhe kjo s'ka me mujt ma me kalu pragun. E këqësha deklaratat e tina që i ka ban, janë të mërshme për një politikan, për një njeri që dënë me shty partijen e vetë për para, ato deklaratat janë shumë të mërzeshme për popullin. Më që me thonë, Albini është me Serbien. Ta shpibjen edhe na që votu në Albinin 55% shqiptarve, ofër 60% shqiptarve që votojnë në Albinin, me thonë na këtë pëpënëshëm për Serbien. Edhe me pas nërmen, dikush me acit votën, që se mund dikush më thetë ti pëpënëns për Serbien, pa i më sjell krejt planeti bre, nuk ja qes votën mo, ke kush ke. Në që se mu më akuzën, si popull që unë jam të punu për Serbien, edhe po qona për qes votën që atina, jo, bre, nuk e ruk logika. I ka bo dësane që nuk o dasht me i bo. I ka bo dësane që s'ka menu fort për partijen, për ma shumë mendoj se ka mendu për vetën e vetë e jo për partijen. Se me orë, këja, Ramushi me orë në 6 deputet edhe ato me mendze, shtu për fijet penit, është pak e ronë për Ramushin. Po, kërkush nuk ja ka fajt ma shumë se vetë vetja. Se me lanë Limën, për dykën, me shfrydzu për 4 vjetë, edhe për një vjetë që s'patëm në qeverise, edhe në fundit nuk se morë kërkush mrena në lisë me shni, edhe tani prap shkon e gjuhët Albin Kurtit. Jo, ba, Albinis ka faje, ba. Fajt i ki vetë, që ke ba dësane që s'ke menu për partijen, po ke menu personalisht veç për veti. O dalë o nësi Ramush i mirë, po partija nuk ka dertë atë. Amo partija s'ka dertë, po tani shkon në 3% si Fatmir Lima. Për ndryshe, zgjedhjet e ardhshme, Ramush veç të përshëndes prej sodit, se në mësh me kalu ti, pragun, unë e jam gjallë e shala edhe flasëm apet ki shka dush për mi. Ju përshëndes e kalën e mirë krejt deri në video në ardhshme.